Një mjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e djeshme në zonën e pazarit të Korçës. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se mjeti ka qenë i parkuar ndërsa ka marrë flak. Dyshohet se zjarri ka ndodhur për shkaqe aksidentale si pasojë e një defekti në mjet. Zjarrfiksja ka bërë të mundur fikjen e zjarrit, ndërsa në vendngjarje ndodhet edhe policia për zbardhjen e rrethanave. Më të pakët në numër, por me kërkesa të qarta të artikuluara në bulevard u përmbyll edhe nata 29 e protestës në Tiranë. Mes kërkesave të artikuluara ishte ajo e dorëheqjes së kryeministrit dhe qeverisë, krijimi një qeverie teknike tranzitore dhe jo partijake për 12 muaj. Kërkesa një panegociueshme është dorëheqja e Ali Babës me 40 hajdut. Ky njeri me librin Albanian Files tregon arrogancën e tij se si I trajton shqiptarët, si çifligun e tij ky antishqiptar. Protestuesit kërkuan gjithashtu ndryshime kushtetuese me referendum që përfshin ndryshimin e kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, por edhe kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit, jo më shumë se 2 mandate. Natyrisht, kjo nuk është një protestë e lehtë. Ka mira fije interesash që lidhi me oligarkin, por kjo na bën edhe më të fortë. Ju jeni dëshmitar të një ndryshimi epokal që nuk do të largojë vetëm Ramën, por të gjithë klasën politike. Vučić, si vëllai I Ramës, paralajmëroi dorëheqjen. Iku dhe një diktator. Tani do të marrë me vete edhe Ramën. Është vënë në kontroll vatra e fundit e zjarrit të nisur që prej mëngjesit të së dielës në kodrat e fshatit Hekal në Mallakastër. Gjatë ditës flakët e përhapura shkrumbuan disa hektar me ullishte dhe shkure, ndërsa një vatër e favorizuar edhe nga era rrezikoi parkun arkeologjik të Bylisit. Zjarri u arrit të vijej në kontroll fal ndërhyrjes nga ajri me helikopterin e forcave të armatosura. Gjatë gjithë ditës, helikopteri operoi në zonë duke ndihmuar forcat në teren në izolimin e vatrave të zjarrit. Në operacionin e shuarjes u angazhuan gjithashtu forcat zjarrfikse të Ballshit dhe Fierit, me 8 automjete zjarrfikse, 2 autobote ujë dhe mbi 40 forca, mes tyre edhe efektiv të forcave të armatosura. Paraprakisht dyshohet se shkak I zjarrit të përhapur në disa vatra është bërë djegja e mbeturinave në tokat përreth, ndërsa policia po punon për identifikimin e personave që përmes pakujdesisë së tyre vu në rrezik parkun arkeologjik të Bylisit. Dhjetëra mijëra persona të zhdukur në Venezuelë besohet se janë ende në rënoja pas tërmeteve të 2 fishtat të së mërkurës që lanë të vdekur të paktën 1.450 persona, ndërsa më shumë se 3.000 të tjerë u plagosën. Nuk ka duar të mjaftueshme, thonë përfaqësues të ekipeve të shpëtimit duke pranuar me dhimbje se në shumë ndërtesa ende nuk kanë lëvizur asnjë gur të vetëm. Agjencitë e ndihmës thonë se 72 orët e para janë thelbësore për përpjekjet e shpëtimit, megjithse kjo dritare mund të jetë më gjatë nëse të bllokuarit kanë akses në ushqim dhe ujë. Megjithatë mrekulit ndodhin. Nëna dhe foshnja e saj e mitur, gjithashtu një djalë 11 vjeçar u shpëtua nga rënojat në veri të Karakasit, ndërsa po kërkohet gjithashtu për të nxjerrë nga rënojat një 14 vjeçar. Ekipet ndërkombëtare të shpëtimit nga Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe vende të tjera janë gjithashtu pjesë e operacioneve të kërkim shpëtimit, ndërsa banorë të dëshpëruar për zhdukjen e të afërmve të tyre gërmuan me duar në rënojat e apartamenteve të shembura. Në lagjen San Bernardino të Karakasit, ekipet vullnetare të shpëtimit u ngjitën mbi një ndërtesë të shembur, duke përdorur trapan për të thyer betonin dhe duke formuar vija për të hequr rënojat me dorë. Balla, sot protestën atyre që nisën ua kanë vjedhur, se kush ua ka vjedhur ju e dini edhe unë e di edhe të gjithë shqiptarët e dinë. Socialistët qëndrojnë të palëkundur në qëndrimin e tyre se faktor të huaj ka ndërhyrë në protestën që prej një muaji kërkon rrëzimin e qeverisë. Pas mbledhjes së grupit, Tauland Balla vendosi vijat e kushte për demokratët, kur tha se nuk mund të bëhen zëvendësit e protestës në parlament. Balla, që sa I përket një kërkese për mocion me debat mbi disa siç janë formuluar, pra disa kërkesa nga grupi parlamentar I Partisë Demokratike të lexuar nga protesta, e kam thënë dhe duhet ta rishpreh. As nuk e pranoj dhe as nuk e njoh partinë e Saliut interlokutor mes nesh dhe protestuesve. Një mesazh të fortë Balla e pati edhe për deputete Mariana Koceku, e cila në kulmin e revolucionit e flamingove u largua publikisht nga grupi socialist. Balla, një njeri që nuk di të respektoj ata që e kanë zgjedhur dhe dua t'ju them, personi në fjalë e ka zgjedhur Partia Socialiste e Shqipërisë. Të dorëzoj mandatin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste e Shqipërisë. Nuk është një person I votuar drejt për së drejti, dhe kur të votohet drejt për së drejti, ka të drejtë edhe të përdorë mandatin. Krahas Koçekut, edhe karrigja e kritikës më të zëshme të Partisë Socialiste në muajt e fundit, Elisa Spiropalit mbeti bosh në mbledhje me dyert e mbyllura të majtëve ku I pranishëm ishte edhe Edi Rama. Efekte e momenti ku largohet Rama. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg 76 vjeçarin Muhamet Reshka, I dyshuar për vrasjen e vëllait të tij 74 vjeçar, Esherem Reshka. Ngjarja ndodhi javën e kaluar në fshatin Agonas të Kavajës. Sipas hetimeve, krimi ndodhi pas një konflikti mes 2 vëllezërve, teksa viktima kaloi me zetor në një rrugë mes tokave bujqësore, e cila përdorej nga autori. Në seancë, I moshuari u braktis nga familjarët, të cilët nuk u shfaqën në gjykatë. 76 vjeçari është shfaqur të jetë I penduar, teksa kur pyet nga gjykata se çfarë kërkonte, ai u përgjigj: "Tani s'më ka ngelur asgjë. Vetëm më pushkatoni."
Sipas avokates së tij, ai ka deklaruar se nëse do të mund ta kthente kohën pas, do t'ia jepte të vëllait gjithçka, tokën dhe shtëpinë, pasi nuk kishte dashur që konflikti të përfundonte në këtë mënyrë. Ai ka pranuar ashtu si edhe gjatë marrjes në pyetje në polici se prej vitesh nuk fliste me të vëllain. Sipas dëshmisë së tij, natën e ngjarjes e kishte pyetur pse po kalonte me zetor në rrugën e tij, ndërsa viktima kishte tentuar ta shtynte. Më pas, ai e ka goditur me thikë. 76 vjeçari akuzohet për veprat penale, vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare dhe prodhimi, mbajtja apo shitja pa leje e armëve të ftohta, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë.